sot, papritur dhe pakujtuar, një kohë që kjo është diskutuar dhe është quajtur si një temë e mbyllur, futet në endin e ditës shkarkimi i nënkujtarit të KKRT-s. E nurës zonjë, orekset e zotit Farngaj nuk mund kënë sosur, besoj do të mjaftohet me spotin e kryeministrit të cilin do ta zbëton çdo 20 minuta, por jo duke ndërhyrë në institucionet tona të rëndësishme të shtetit. Të nderuar zotëri, në këtë mënyrë ju po veproni me gjitha institucionet, keni vepruar me presidentin e Republikës kur ai tregoi se është i panshëm, është mi pal, po respekton kushtetutën, dhe nuk u bë pal me ju, i ndryshohet kushtetutën duke i kundërshtuar hapësirat kushtetuese. Kështu vazhdojnë me përgjigjen e përgjithshme kur ai tregoi se nuk është në urdhrat tuaja, por po heton në mënyrë të panshme tragjedinë e Gërdesit. Janë gjëra që nuk besohen se ju keni ndërhyrë në kujdo që ka pasur guximin të flasin ndryshe nga ju, se tjetë një zë që të respektojnë ligjin dhe metodat të tilla janë antidemokratike. Kjo është një erë e keqe për demokracinë shqiptare, për këtë majorancë, për lidershipin e Partisë Demokratike dhe fenomenet të tilla besoj që ka ardhur momenti që të ndalohen.